normativ I cili ka hyrë në fuqi dhe do ta votojmë, duke vlerësuar gjitha masat që ka marrë qeveria në përballjen me një krizë që është një krizë globale. Tani për të sqaruar shqiptarët lidhur me ato të pavërteta që sapo dëgjuat lidhur me projekt rezolutën e miratuar 2 ditë më parë në Komisionin e Politikës Jashtme. Në radhë parë, falenderime për të gjithë eurodeputetët që e votuan. Vihet e re që shumica në Komisionin e Politikës Jashtme dhe siç do duket edhe në seancën plenare të 17 apo 18 qershorit, shkon përtej 3 grupimeve më të rëndësishme politike, por duhet ta filloj falenderimin me grupin më të madh politik, Partinë Popullore Europiane, Socialistët dhe Demokratët grupin e dytë, Renew, por dhe grupimet e tjera politike të cilët e kanë mbështetur. Rreth 80% e komisionit të jashtëm ishte pro antarësimit të Shqipërisë, rreth 80% e komisionit jashtëm mbështet ambicjen e Shqipërisë sonte përbashkët që t'i mbyllim negociatat brenda Krishtlindjeve të vitit të ardhshëm, dhe 80% e Parlamentit Evropian pra mbështet për mbylljen e kësaj aspirate historike deri në vitin 2030, kur gjithë së bashku të majtet djathtë të shohim flamurin ton kuqezi të valvitet në oborrin e Parlamentit Evropian, në oborrin e Këshillit apo të Komisionit Evropian. Tani të shkojmë tek të vërtetat e mëdha. U tha nga njëri që ishin 300 ndërhyrje, nuk janë ndërhyrje, ishin mbi 300 amendamente, pjesa më e madhe janë rrëzuar të atyre amendamente në dokumentin e kompromisit të punuar me shumë vlerësim nga raporteri Zoti Shider dhe nga raporteri nga Partia Popullore, një mik I veçantë si Andrej Kovačev. Të dy kanë bërë një punë shkëlqyer. Komisioni rrëzoi pjesën më të madhe të amendamenteve. E vërteta është që edhe pse ndonjë amendament ishte nisur me email nga Tirana, nuk e kaloi dot filtrin e komisionit të jashtëm dhe dokumenti sot është nga ana jon I gjithë pranuar. T'ju them të drejtën, nëse doni të jem I sinqert, kam vetëm një koment tek pika 12 e kësaj projekt rezolute. Shqipëria është një model I respektimit të drejtave të minoriteteve. T'ju them drejtën për të qenë korrekt, nuk bie dakord. Ja kam thënë të dyve, edhe zotit Shider, edhe zotit Kovačev. Pavarësisht se dini ju fare mirë se kush e ka shkruar ose propozuar këtë amendament, por nuk duhet ta bëj pjesë debatit. Por mendoj që Shqipëria në Ballkan është vendi ku minoritetet respektohen më mirë se në çdo vend tjetër. Ka vende që nuk I njohin fare minoritetet në Ballkan, ndërkohë që ligjin që ka Shqipëria për minoritetet, që e kemi bërë së bashku në vitin 2017, unë dhe kolegu Spao që s'është më këtu, është ligji më I mirë për minoritetet sot që Këshilli I Evropës ua rekomandon. Megjithatë shpresoj që deri në seancën plenare në 17-18 qershor kjo pika 12 të rishikohet. Sa I përket pjesës tjetër që komiteti për politikën e jashtme vlerëson në mënyrë përgjithshme progresin e përshpejtuar të Shqipërisë. Drejta antarësimit në Bashkimin Evropian, duke hapthojza evidentuar ritmin e lartë të hapjes së gjitha grup kapitujve negociues brenda një periudhe relativisht shkurtër, si në mbështetjen e qëndrueshme publike dhe politike për integrimin evropian. Në po të njëjtën kohë, në këtë projekt rezolut nënvizohet se përshpejtimi I procesit duhet shoqërohet edhe me progresin substancial cilin duhet ta dëshmojmë edhe ne në këtë sallë, duke theksuar se procesi për afrimit legislacionit duhet të shoqërohet edhe me zbatim efektiv. Dhe unë bie tërësisht dakord me
këtë konstatim për rezolutës që kuvendi duhet forcoj kapacitetet e veta, jo vetëm në pjesën e miratimit ligjeve, po dhe në pjesën e monitorimit të ligjeve zbatimit tyre. Kështu që në këtë këndvështrim, ftesa për ndryshimet në rregulloren e kuvendit është gjithmonë e hapur, të ulemi ditën e ënë në Këshillin për rregulloren për të parë se si duhet të arrisim monitorimin ton post-legislativ për shkuar tek rekomandimet. Sa i përket demokracisë, zgjedhjeve dhe funksionimit parlamentar, besoj e keni lexuar, jam i sigurt që parafolsi se ka lexuar. Përgjithsisht thotë kuadri zgjedhor i Shqipërisë konsiderohet i përshtatshëm për zhvillimin e zgjedhjeve konkurruese dhe padyshim që duhet të adresojmë në kohë të gjitha ato rekomandime të OSBE-dit, edhe këtu ftesa përsëri e hapur, Komisioni i posaçëm i reformës zgjedhore është aty, disa propozime të mira janë bërë, njëri prej atyre propozimeve, ose le të themi njëri prej atyre çështjeve që unë nuk resht së përsërituri, është pjesa që lidhet me numërimin, qoftë me depolitizimin e komisioneve, heqim dorë nga historia dhe të paktën partia juaj në zgjedhjet e fundit dëshmoi se është e pakënaqur nga numëruesit që çon vetë dhe ankimoi numërimin e numëruesve vetë, hajde të bijem dakord, ti depolitizojmë, ose pse jo, ndoshta të kthehemi dhe tek numërimi në qendrën e votimit, në mënyrë që rezultati të dalë sa më shpejt. Se sa i përket këtyre pastaj pjesës së demokracisë, tani ju ankoni që vidhni votat brenda partisë tuaj, imagjino të ankoheni për se po ju vidhin votat në tjerët. Edhe gjithë edhe i çik respekt edhe për barazin gjinore, një grua si Meremja e shkret kërkoi të kandidonte dhe ato e përjashtuat. Kjo çik e pandershme, duhet ishte i garë me barazi gjinore, një kandidat nga gjinia mashkullore dhe një kandidat nga gjinia femrore do t'i bënte mirë. Brenda 2 minutit nuk e kisha me ty, se ti s'kandidon, e kisha me Meremen. Tani, me qenë se u pre këtu dhe, o zoja kryetare, është njëri që paguhet për zhurmë, unë nuk di si ta... Ju lutem mos në rryni, ju lutem. Po, patjetër. Tani, 2 gjëra që lidhen me shkrimin ose keni bërë një debat gati 3-4 javë, 5 javë tani për një shkrim të publikuar në Frankfurter Allgemeine Zeitung. Tani përfitoj nga rasti e para edhe si kryetari Shumicës, edhe në pozicione tjera edhe si kryetari delegacionit Shqipërisë Parlamentit Evropian, ta përshëndes ministrin e jashtëm gjerman Johan Wadephul në atë plan 6 pika që ka prezantuar dje. Mendoj që edhe kolegët e Partisë Demokratike duhet ta bëjnë të njëjtën gjë. Johan Wadephul është një njohës shumë i mirë edhe i politikës jashtme, jo më kot është ministri i jashtëm i Republikës Federale Gjermane, por edhe si nënkryetari i grupit CDU-s për një kohë gjatë, edhe në funksione tjera, mendoj që të 6 pikat e tij meritojnë një mbështetje, sepse në fakt kush i lexon 6 pikat e propozuara dje nga ministri i jashtëm gjerman, janë fiks ato që ka propozuar ose le të themi ka mbështetur edhe kryeministri Rama në atë shkrim të Frankfurter Allgemeine Zeitung. Pra, flitet për një vendimarrje të ndryshuar në politikën e jashtme të Bashkimit Evropian, flitet për një proces gradual zgjerimit me shkallë që ishte edhe propozimi i kryeministrit Rama, flitet për një funksionim BE-s në një union të zgjeruar dhe zgjerimin e votimit me shumicë të kualifikuar në Bashkimin Evropian se po i përmbledh. Fiks, ministri i jashtëm gjerman djeg në prezantimin e plan ka thënë të njëjtën gjë që ka thënë edhe kryeministri Rama ditë më parë në Frankfurter Allgemeine Zeitung dhe mendoj që të 6 pikat e ministrit Wadephul qëndrojnë dhe organet
ose le themi nevoja një reforme në sistemin vendimmarrjes Bashkimit Evropian, e ka dokumentin e prezantuar nga Ministri Vadepul, një dokument udhërrëfyes shumë të mirë. Sa i përket raportit të rezolutës Parlamentit Evropian, të presim miratimin në 17-18 qershor, ne jemi të gatshëm, u thash, vetëm për një pikë unë ende kam diçka që mendoj që deri në 17-18 qershor, dy raporterët Shider dhe Kovačev do duhet ta adresojnë. Faleminderit.